Koha është për një tjetër storje suksese. Redife Krasniqi nga Mazgiti është një grua punëtore që është përkushtuar bletarisë me shumë dashuri. Përveç kujdesit ndaj bletëve dhe prodhimit të mjaltit, ajo ka krijuar edhe hapësirë për apiterapi, duke sjellë përfitime të shëruese të natyrës më pranë njerëzve dhe duke e kthyer punën e saj në një histori inspiruese. Ndodhemi në Mazgit, këto të Redife Krasniqi, e cila merret me bletari, ku ne kam pranë vetës dhe faleminderit shumë për kohën. Faleminderit edhe juve që gjetët kohë të vini. Është kënaqësi gjithmonë më ardhë dhe me vizitu gratë suksesshme në gjithë vendin tonë. Atëherë, tregon pak a shumë për punën në këtë muaj, besoj bletaria tash e ka këtë sezonën edhe punën edhe për kushtimin që duhet m'ja udhëru. Po, duhet me kontrollu kosheret. A është mbretëresha, a ka lëshu me vezë, a me bas gjërimin e kosherës, që me i thonë punë bletës, që të punoj ma shumë, me kontrollu a ka ndonjë smundje, diçka qështu. Po, si ka qenë viti, po menoj dimre, sa i përket bletarisë? Ka pas dëmtime, apo ka ndiku diçka të bleta, ftohti? Dime një miru, nuk ka pas humbje, s'ka pas diçka naj problem, kështu që mirë kanë kalu, mirë janë dalën pranë vershëqër. Po, keni fillu me i hapë kështu? Po. Edhe me i shiku? Po, i kena hapë edhe kena bas gjerimin e tyne, tash veç letë punoj. Po, kush po të ndiman? Po më ndiman burri. Po, kjo i keni si loj... Kur e burin shpem ndiman, kërës është vetë. Vetë, sa ja del me u marrë me këtë numër të madh të kosherëve? Kështu, si fillon dita, ajo rutina jote, tregam? Ja dalë, sepse une jam gjithë ditën shpe prej mëngjezit deri mbrëmje, kështu që nuk kam problem. Po, tregam a pak rutinën kur vjen këto të bletë? Po, mëngjes që heret edhe dalë i këqyrit, cila është të dalë ma mirë, cila ma pak. Nëse një del ma pak, aty duhesh me kontrolu se qka është punë e saj. Dhe gjatë ditës shto, ndërku kur kiku i kontrolon. Sot ta mërmenja, sot mundesh edhe. Sa është numri i kosherëve gjithsej këto? Mbi 50 copa. Mbi 50 copa. Po. Me sa ke fillu? Kështu... Me 3 koshere kam fillu, sa di kam mbi 50. Po. Sa ka qenë vështirë kur ke depërtu si grua në bletari? Nuk mu ka do punë e shtirë, se nashta dhe kur e dëm bleten edhe ki qef me punu me tu, kur nuk ishe shtirë. Punë e shtirë nuk mu ka do. Po kështu para gjykime ke pas? Po ka pas, si që thuj nja, ju gratë që adin e këneja, neje, po ato nuk i ngaj. Kështu që vazhdoj punën tem, edhe se kam njetë mund dalë. Dalë me rrit numrin kështu të bletarisë? Po menoj kosherëve, deri sa me ndonë që ti mundesh mja dalë me punë? Jo, nuk menoj me rrit numrin shumë, se kam qef që atu që ti moj me i moj të mirë, të pastër ta, edhe shëndetshme. Po atë kanë ndihmu e dashur kështu qoftë edhe komuna apo institucionet? Komuna na kanë ndihmu me subvencione. Je e kënaqur, mjaftojnë për punën që duhet për punën duhet me pagu ma shumë, po nejse nuk ka keq. Se sa do pak me të ndihmu dikush, është mirë. Po. Ke nevojë për ndonjë qoftë makineri apo diçka e tillë që të ndihmon te bleta? Po normal që na kena nevoj për koshere, kem nevoj për Ti gjitha i vlen vetë? Dyllit. Apo edhe i përgadit kështu kosherët, se shumë bletarë edhe i përgadisin vetë? Jo, i blej. Jo, i blejna. Jo, s'moj mja dalë me i maru dhe vetë tash.
Janë të kushtueshme? Ka investime bletaria, sektori bletaris? Ka investime bukur mirë. Po njëri kur e dën bleten, edhe nuk i kqyr fort ato harxhimet për shembull. Po të ardhuna? Ka prej saj fitime? Po, ka. Se normal ti merr mjalt pej tyne, merr propolis. Gjitha te i bën Gjitha, e tyre? po, gjithave. Tregom tash atë sezonën kur e nxerrni mjaltin, çfarë përkushtimi dohet edhe sa dush me qëndru të blet për me... Besoj ajo vera i ka atë punën e vet. Po, është normal që kur të bëhet nxjerrja e mjaltës, duhet me kujdes me nxjerr kornizat, që mos me i dëmtu edhe blet, edhe me largu një ambient të mbyllur, që mos me ardh blet aty, edhe normal t'i punon tani aty nxjerr mjaltën edhe... Po, çfarë lloj mjalti kete? Mjaltë është e livadit, e lulev. Si arrite me dëpërtu në treg, edhe e ke pasë si po shkojnë çmimet tash viteve të fundit, a mendon që ky çmimi që e shitni jo 1 kilogram, 1 kavanoz mjalt, është i sakt, apo doni me rrit ande? Njëherë për njëherë nuk jem të menu me rrit çmimin e mjaltës, po me kohë nuk i dihet. Ty pas parasysh investimet që... Edhe harxhimet edhe aty tani dihet që normal edhe duhet pak. Si lindja i pasioni për bletarin? Se më the që e du shumë bletën. Po ne këtu nuk kam pas blet, familjet burrit, kërkush, në familjen tem atje pu. Edhe unë gjithë i kum dasht blet, blej shumë mjalt atëherë thesha burrit, po du mi blet do blet se e kem edhe mjaltën tonë, edhe origjinale ma mirë, edhe thani, edhe vazhdum tani me blet. I bleva 3 koshere, mandej të rrit numri. Po dhe gjitha ato njohuritë që i ke marrë për blet. Po sa është e rëndësishme trajtimi i bletës tani të e pas parasysh edhe sëmundjet apo problemet që i kanë blet. Çfarë lloj sëmundje mundën me u shfaq te bleta? Po është e rëndësishme shumë trajtimit e blet edhe me kohë dur, sepse po si trajtove ti me kohë, këtu dhe normal që marrin sëmundje. Aty janë varua pesta amerikane. A kanë ndodhur te bletet tua që është? Jo, nuk kanë ndodhur asnjë sëmundje, sepse unë si të shoh kornizat, ramat, çush i themi ne, që bëhen zeza unë janë ndroj, janë gjithmonë të reja. Edhe aty normal që sëmundje s'mundet me pas. Edhe trajtimet atëherë sëmundje nuk ka. Po, kushtet atmosferike mundën me i dëmtu blet? Në qoftë se ka shumë shi apo thatësi? Po nëse ka shumë shi, vitet e kalume... ju mu dëmtu, po atëherë është ma rrezik për ushqim, a kanë as kanë. Duhet me i përcil, a kanë as kanë ushqim nëse vazhdon me shi, po edhe thot është e njëjta. Është shumë nxehtë. Po shumë nxehtë. Vera e kalune konë shumë nxehtë. Edhe ka pas më pak nektar. Ka pas më pak nektar, nuk ka pas sa duhet. Edhe kështu që jem detyru edhe ma shumë me ju nejt gati, me i kontrolu e me punu me tu, shkort. Po. Mrapa e ki edhe apiterapin. Tregom si hape apiterapin. Po tash kur i pa tablet, edhe vendosëm që ka dhe në shtetet jashtme, apiterapia dhe na vendosëm të me qelë. Si arrite me fitu besimin e njerëzve për më ardhë dhe me u shëru një farë mënyra këto në apiterapi? Besimin e njerëzve fiton sepse unë një vit kom punu jashtë në Koshere, pa terapi heq, edhe kush ka dasht të ardhë ka bo terapi, për mes bletës me pas se qka po të ndihman. Një vit kom punuot që ashtu, tani kem hop terapi. Cilat janë ato vetit shëruse të bletës, edhe në këtë rast apiterapia që... është
Çka ju ndihmon për rrugë të frymëmarrjes, brëndhed, këta që janë pejasme, rrugë të frymëmarrjes që kanë infeksione, kolle, shumë smundje, ju ndihmon shumë. E mban mend ndonjë moment që ka ardhur dikush edhe të ka falendëruar që është shëru prej qoftë edhe mjaltit apo edhe kështu apiterapisë? Prej apiterapisë po e kom pas një djalë 6 vjeçar në rast. Ai u kon me 2 pumpa. Edhe i ka hik të dyat, mo antibiotik nuk ka përdor, edhe ardha falenderu dhe ja ka bo dhe 5 seanca për pikën e qefit, veç se është mirë. Veç se i ka ndihmu. Edhe ç'është bën mundi kjo arritje jotja? Po kjo të më bën mundi shumë mirë. Përveç atyre fitimeve që i merr tetin njëjtën kohë dhe jo, nuk të bjen men për fitim, po je shumë e kënaqur që i ka ndihmu dikujna, edhe u shëru.